Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Më 6 shkurt të vitit 1981, nga rënja e një orteku dëbore në malin me gropa prapa malit të Dajtit, vdiqën 11 persona. Ishin 8 studentë dhe 3 pedagogë të Shkollës së Lartë të Bashkuar të Oficerëve në Tiranë. Ata ishin dhe 200 të tjerë, mbi 200 u plagosën. Ata ishin një stërvitje të planifikuar që bëhet çdo vit në malin me gropa, por askush nuk e mendoi që ajo stërvitje të vitit 81 do kthehej në një tragjedi të një, po themi, niveli shumë të rëndë. Teksa studentët ishin duke u ngjitur në majën e një mali, ne do ta tregojmë edhe me anë të fotografi edhe në Google Earth. Orteku i mori përpara dhe mbetën të vdekur pra 11 persona, 8 studentë dhe 3 pedagogë, ndërsa të tjerët shifra është mbi 200. Por 45 vjet nga kjo ngjarje, pra pasen se mbushen 45 vjet nga kjo ngjarje e rëndë, dhe gjithmonë mua, jo vetëm si gazetar, por edhe si një ish student i asaj shkolle, më ka bërë shumë përshtypje që ka pasur gjithmonë një indiferencë, asnjëherë nuk është bërë një hetim, asnjëherë nuk është bërë një verifikim dhe kur nuk ka pasur një konkluzion. Instancat e shtetit gjithmonë e kanë përmendur ose e kanë kujtuar rrallë për mos thënë, do thënë gati në nivele shumë të zbeta për ta kujtuar këtë ngjarje kaq të rëndë. Por këto kanë bërë që ngjarja të shoqërohet me një sër pyetjesh tjera, që pse nuk u bë një hetim i thelluar për këtë ngjarje? Dhe pse u shkaktuan, do thënë kaq shumë viktima? A kishte mundësi shkolla e lartë, por edhe ato institucionet mbështetëse që ta evitonin këtë tragjedi, dhe çfarë masash u morën më vonë dhe pse vijoi e njëjta stërvitje në të njëjtin vend edhe vite më pas? Është për të vlerësuar një personazh, një dëshmitar okular, një ish ushtarak, një student i asaj ngjarje, Lushandosi, i cili jo vetëm ka bërë shkrime pothuajse sa herë ka pasur, do të thënë, përvjetor kjo ngjarje, po së fundi ka dalë dhe me një libër, Dëshmorët e Fëkenit. Unë u mrekullova kur e pash në Facebook njoftimin dhe e urova, por a mund të mbetesh vetëm me kaq të urosh një që ka bërë një libër, me të vërtet, dhe unë e kam lexuar librin, me të vërtet një homazh për ata 11 studentë dhe pedagogë që vdiqën aty, a mund ta lësh vetëm kaq? Jo, unë mendova jo. Kam kënaqësinë që Lushandostin, dhe për më tepër që kam një mik të vjetër, ose një mik të lashtë, ta kem sot në emisionin tim Dekalog dhe të ndaj me të këtë histori të trisht, dhe këtë emision unë ja kushtoj dhe do jetë një homazh për ata 11 djem që vdiqën nga orteku i dëborës. Lushandosi, të falenderoj shumë që je në emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit për juve që më bët pjesë të studios tuaj, dhe aq më shumë në një ngjarje që është një nga më të dhimbshme të jetës time. Në 45 vjetorin e ndarjes nga jeta të 11 bashkëluftëtarëve të mi. Ata ishin të gjithë nga 23 vjeç, pa u bërë asnjëri të ndurë, përveç pedagogëve, 2 pedagogëve, dhe sot do të ishin 68 vjeç. Në moshën tënde? Moshën time. Përveç në Xhip Çopës ka vajzë, që ishte një vit më i vogël, dhe do të ishte 67. Të gjithë ishin 22-23 vjeç. 23 vjeç, që ndërlidhja 1958. Të 8 studentët. 8 studentët. Më i madhi ndër ta ishte 34 vjeç dhe ishte pedagogu që mbaroi akademinë Shirim Pulej. Po. Dyti ishte ai Nikolaj. Ne do t'i marrim një nga një, po. Ajo më e rëndësishmja zoti Dosti është që çfarë ndodhi në atë moment. E para njëherë urim edhe njëherë për librin. Faleminderit. Sa kohë të mori libri? Kam gati dhe kam ideuar para shumë viteve. Po. Por 3 vjet punë kam bërë me atë libër. 3 vjet punë. Po. Besoj ke bashkëpunuar me të gjitha familjet. Me të gjitha dhe bashkë me atë bashkëautorin tim, Agron Zerhanin, që më kanë ndihmuar me informacione dhe me bashkëautorin Agron Zerhanin. Po Ministria e Mbrojtjes, institucionet militare, shkolla, Akademia Ushtarake, a kanë ndihmuar për këtë libër? Nuk më kanë thirrur asnjëherë. Pra thashëm, as për takimet. Ka një indiferencë të abishme. Unë do të them diçka Landi që ti nuk e ke ditur. Po. Sepse ky libër ka patur zanafillin që kur ka ndodhur ngjarja. 3 ditë mbas ngjarjes, unë kam ardhur në Shkollën e Bashkuar dhe me makinë shkrimit të sekretarisë fillova të shkruaj. Kam bërë baladën e parë
për dëshmorët e Fekenit që është vend te obelisku, edhe ata e kanë hequr. Dhe po të vetë citoj vetë velet e parë. Mund të shkëputësh, po? U ndrodh toka, u ndrodh mali. U tund mali i Mëçekut. 11 shok, 11 tyje poshtë malit të Ortekut. Edhe i kam të gjithë me emra, pastaj atë vjersh e kam tek libri, që kam hapur librin, që hyjet s'desin, Po? e fundit 11 shqiponjat, dhe sepse nuk ishte Arbenduka. Ku ishte Arbenduka? Arbenduka e kishte mbaruar shkollën një vit para meje. A ishte një vit para te, i madh i Dhe Arbenduka. unë, kur kam filluar të shkruaj poezi, kam bërë 4 vargje, se kam patur mikun tim. Nuk shkruaj vargje se s'kam buk. Dua të jem një Arbenduk. Okej, e para gjë që të mësonin në shkollën e lartë ushtarake të oficerave, unë jam dëshmitar, nuk ishin këto leksionet ushtarake, po ishin 4 vargje. Shokët mbledhin lule dhe shqopa, po që duhet jeta në Malin me Gropa. Nuk e di kush është autori i kësaj, i këtyre vargjeve lapidar, që çdo student i dinte. Ndoshta i kalen anonim, sepse kohë e censurës. Se të dënon. Po të gjente, jo të dënonte, po të çonte te Mali me Gropa. Të çonte te Mali me Gropa. Po edhe të vinte atje. Po ai që ka qenë te Mali me Gropa. E këndoni me kitarë. Ai që ka qenë te Mali me Gropa. Po? Ai që ka qenë te Mali me Gropa duhet të jetëroj gjallë sot. Është skëterra. Do nuk dihet kush i ka bërë këto vargje. Jo, këto vargje. E këndon me kitare më. Dihet kush e ka bërë. Shokët mbledhin lule dhe shqopa, po që duhet jeta në Malin me Gropa. Studentat. Mund ta kem bërë unë. Po se tregoj dot. Tani e tregoj, po se bëj dot. Sa burr do ishte ta kisha bërë tiro shëndosi. Tani, do na tregosh çfarë ndodhi atë 6 shkurt të vitit 1981. Tani, duke për gjithë ata që na ndjekin, kjo është nga Google Earth që e kanë nxjerrur unë, domethënë deti Adriatik, Durrësi, pra pjesa e Durrësit, Tirana jemi këtu, Mal Dajti, Mali Dajti, mbrapa Mali Dajti është Mali me Gropa. Tani, ma oriento, domethënë stërvitja bësh në Malin me Gropa? Jo. Stërvitja bëjsh Feken. Po, është fotoja tjetër, po kjo është zona. Kjo është zona, aty mbi Dajtin Park, ku është ajo aty, sepse këtej është Mali me Gropa, që kalon këtej, dhe pastaj vjen derisa të shkon te deti. Është Tirana. Okej, foto tjetër e Google Earth. Kemi Google Earth, foton tjetër. Këtu tani jemi Fekeni. Tani është Feken apo Feken? Fekeni. Feken, jo Feken. Feken. Tani, këtu te Fekeni ishin kapanonët. Ja tek janë fjetinat. Po? Aty ishte një përrua, sepse ata kur i caktonin vendet, këtu para gjenin ujin. Po? Dhe kishte ujë. Ai uji vinte denshi shtudin. Ishte ujë përroj, që ne lanim gavetat, e lanim sytë, lajshin. Po? Sepse kishim nevojë për gjë. Tani, shpjegojmë atyre që ta ndjekin. Ore, ç'a donin studentët në Malin me Gropa, më në Feken? Shiko, a di pse vinin atje? Atje ishte nuk ishte fshat që të kishte popullat fshati. Jo, t'ja shpjegoj mirë që një herë në vit duhet bënin stërvitje. Stërvitja ishte programuar. Kush e programonte? Ishte programuar në Ministrinë e Mbrojtjes në Drejtorinë e Përgatitjes të luftarake. Po, që studentët një muaj i shkurt, përveç specialiteteve të armatimit, sepse armatimi poligonit i kishte kudo njësoj, prapa vija shoqëronte këmbësorinë. Po? Xhenierët bënin të gjithë studentët. Të gjithë. Sa ishte numri? Do të kalonin të gjithë. Sa ishte numri që shkonin? Atë vit që ishim mund të kalonte mbi 500. Mbi 500. Po. Student gjithë, me pedagog. Ata 200. Po? Që dha risku i keq. Jo, mos flasim tani, po ky ishte urdhri. Ky ishte urdhri. Që 500 student. Shkolla e Bashkuar dhe Shkolla e Bashkuar e mbante vetëm toga e rojeve të natës. Do të thonë, shkolla rinde bosh. Dhe 2-3 pedagogë pleq. Që nuk vinin sepse se gjithë iknin atje. Pedagogët ishin student me ne. Po, do të gjithë iknin atje. Pra 500 student dhe sa pedagogë? Një muaj qendra e Shkollës Bashkuar ishte Fekeni. Wow. Po mirë, kjo ishte domosdosh pikërisht në shkurt kur ishte muaj më i ftohtë? Muaj më i ftohtë sepse në atë kohë binte të borë. Po. Në atë kohë ata kishin teoria që ishte ta bëjmë stërvitjen sa për ata kushtet e motit, terrenit dhe armikut. Po mirë, nëse armiku na sulmonte në verë, si bëj? Po çdonte armiku atje një herë. Unë do të tregoj vetëm një të vogël, pastaj më përshpyetjen. Bënim marshimin për tikur lart në natën. Na thoshin që unë pija shumë cigare, po dhe shokët e mi. Mos e ndisi duanin se në 100 metra armiku dikton flakën dhe na gjen ku jemi. Okej, do të thotë urdhri ishte që si çdo vit më përpara. Kur filloi kjo stërvitje? Stërvitja ka filluar në datën Jo, si vit. 81.
Jo, si vit që Si bëri vit vit kishte filluar që kur ishte shkolla e bashkuar. që kur isha në shkollë. Po. S'kishte ndonjëherë që S'kishte s'bëj. ndodhur na njëherë. Okej, tani për 81-shin, vitin 81, kur filloi stërvitja? Stërvitja ka filluar Datë një? në mëngjes, në një datën 1 ne jemi ndodhur të gjithë veken. Të gjithë shkolla në Feken. Marshim, ne marshonim nga Shishtufina, Po, nga Shishtufina. shkallët Thujanit, Po, edhe me 36 kg pajime në kurris, 36 kg. Po. Çfarë thua? me kontragas, me pagure, Të gjitha? me lopatë. Vetëm në këmbë, Të s'ke- gjitha, vetëm Po, garderoba. pse Vetëm garderoba ishte në shkollë bashkuar. Po mi, pse në këmbë? Më këmbë ose do të vinim atë ditë të njihnim terrenin. Me marshimi kryen Sa bë nga shkolla deri në Feken? 3 orë gjysmë. 3 orë gjysmë në këmbë. Më këmbë. Ua. Tani, mbërritet atje në datën 1, Mbretëm u sistemuam në për Fjetina, datë 1. atë ditë. U sistemuam dhe në datë 2 filloi stërvitja. Filloi stërvitja. Po. Nga data 2 deri në 6 s'pata asnjë problem. Asnjë problem. Kishe dëbor? Dëbor nuk ishte shumë, po ai që ishte ngrirë. Ai ishte ngrirë. Se frynte erë. Frynte erë. Po. Çfarë ndodhi në datën 6? Dhe kur Datën filloi? 6 pse filloi? Sepse në datën 5 koha ishte e mirë. Por u dhan disa sinjale që mund të prishet. Po? Nga kushte meteorologjike se ushtria e kishte atë. Po? Nuk u morë parasysh siç duket në datën Nuk u morë parasysh. në Se datën kishin 6, informacion. Se ka një koincident shumë të bukur. Po? Ajo ditë ishte e premte e zezë dhe sot mbas 45 vjetësh qëllon e premte e zezë. E premte e zezë. Nga e premta 45 vjet. Ti ishe aty bashkë me ata. Ti je dëshmitar okular, unë po flas me dëshmitarin okular. Dhe çfarë ndodhi domethënë ata po ecin nga Fekeni, u ngjiteshin lart? Ne rreshtoheshim në orën 8:10 për filluar stërvitjen. Mëngjes. Mëngjes. Po? Hanim bukën Po? dhe u ndam 2 toga, Po? 2 kompani, Po? këmsorie Po? dhe një e specialiteteve Do ngjiteshin atje? kishin për detyrë. Po? Ishte planizuar stërvitja për të kapur majën e Mëçekut, malit, Atë malin atje. malin lart, Po? 1827 Po pse metra. duhet ta kapin? Ajo është pikë trigometrike Po? që kapesh, Po? për të thënë që ja ne po marshojmë dhe e kapëm edhe në kushte të vështira. Po mirë e kapët, po pastaj. E kapo hiç, do ktheheshim Kaq. prapë poshtë. Kaq, kjo ishte. Do ndërsa- shkoj atje dhe do kthesh. Studentët e tjerë u shpërndan për Ju kishit tjera punë. ne kishim program Ti tjetër. ti e kishe për të shkuar atje? Jo. Ku e kishe? Unë vika në te Sanet e Linosit. Ku e është qapi tani Morizit. metër? Ku është tani? Sanet e Te? Linosit, ku është sot që është hapur ajo tuneli Morizit? Po jo, në cilën anë të? Është në anën të- këtej. Në anën këtej. Është Majdas. Do të thënë ti pas ke qenë me fat. Jam këtej na Klosi. Një sekond, ti pas ke qenë me fat. Po, Vajte në një kish në një xhami. unë mund të isha njëri nga ata. Po pra. Dhe ky është një motiv që mua më shtyn mos harroj sa tim gjallë. Okej, ata u ngjitën, në cilën orë filloi ngjitja? Qitja filloi në orën 8:30, sa kaluan, sa kaluan qafën e topave. Këtu, jo, Bi Feken. Bi Feken. Aty është një qafë e topave. Po? Aty u shpërndan dhe morën mali lart, duke ikur gjithë në kolon. Në njishë? Kolon Njësh? me njësh. Njishë? Njësh se Kush ishte i parë? Rrugë ngushtë. I pari ishte Petrit Muzaku, Pedagogu. pedagog i fisulturë, Mark I Mici. fisulturës. Sepse- Ai i zbulimit? Po gjithja ishte për fisulturën atë ditë. Ai ishte për fisulturën. Ishte alpinistike. Alpinistike. Po, dhe ishte për fisulturën. Do Petrit Muzaku, Mark Mici. Mici, Bashkim Lika. Bashkim Lika? Ishin gjithë ata pedagog. Ata ishin parë. Po. Dhe pastaj vinin student. Biles ata u dëmtuan shumë dy pedagogët. Ata shpëtuan Ja do vim atje. Çfarë ndodhi dhe kur? pa vajtur tek mezi. Koha ishte po frynte erë? Po vrinte ishte ora 10, ka qenë ora 10. Ora 10, ë? Ka Po ishte frynte erë? ishte një orë e gjysmë marshim. Një orë gjysmë marshim. Kishin bërë një orë gjysmë. Po? Natën kishte rënë dëbor e butë. A kishin rënë borë. Dhe shtresa e dëborës butë kishte vendosur mbi ngritën. Dëbora e butë ishte e butë, filloi era. Po një herë që tunte malin. Po? Dhe shkaktoi urteku, ata nuk kishin asnjë lloj informacioni se ç'ishte urteku. Si ka mundësi kjo? Po s'kishte, kjo ishte një gabim. Gabimi kujt? Një gabim i atyre që organizuan. Duhet t'i trajnonin në studentë, thoshin që shiko, ka urtek, ka këtë, ata vetë s'kishin pedagogët, u ndodhën panik. Ua, po si ka. Dhe çfarë bëri? Dhe çfarë ndodhi? Jo, çfarë ndodhi në atë moment na trego. Ra urteku dhe shkëputi kolonën. E shpërberi Po? dhe e futi në rrezën e tij. Dhe gjithë mali, lëvizi mali. Do të thënë edhe një herë, një masiv i madh bore dhe shkiti. Ishte gati 500 metra katror 500 metra? që s'kishte nga dhe mbaj. Dhe I mori poshtë. i përmbyti Me studentët. gjithë haje, me gjithë gur, me gjithë... E këpuste unë, Do të thënë, sa student, do të thënë përfunduan brenda. brenda mund të kishin përfunduar gati të gjithë. Gjithë, po çfarë ndodhi? Si? Kur ikte urteku, si punë e valës detit, i linde mbrapa. Ai linde. Kush godiste një gur, Aty ishte aty vdiste. për plas me një objekt, ngelesh brenda. Ai ishte problem. Ai ishte problem. Sepse po të kisha hapësirë, Jo se ai ishte Shton. kalonte urteku.
Ose po të kishte goditje dheu, ta goditse E gjoks. kupton. Do të thënë, kjo është pjesa e parë. Po. Do të thënë, dhe në fillim sa vdiqën? 3 veta. 3 veta vdiqën. Sa u plagosën? Plagosur nuk i kishim ruar akoma sepse ne meshin ata po Po meshin. ç'a ndodhi? Si ishte ajo Ata plagosur ishin gjithë aty. Pastaj u dha alarmi. U dha alarmi. Aty është bërë një gabim Ç'a gabimi? sepse njëri nga pedagogët ka gjatë me pistolet Ç'a thua ma? dhe ka dhënë sinjalin. Dhe ajo shkaktoi Roja që ishte poshtë Ortek tjetër? te qafa e topave, se Po? ashtu qëlloi u kundërpërgjigj me kundërror. ç'a thua ma? Dhe pastaj e mori vesh komanda poshtë në Feken. Dhe të gjithë studentët që ishin në Feken me shërbim, Ua. që ishte asnjëri pa fajshëm, Po? shumica aty vdiqën. Ç'a thua? Sepse ata u ngjitën lart, Po, për ndihmon shokut. po pedagogët ishin aty për shpëtuar jetë, dhanë jetën e tyre për shpëtuar jetën e këtyre. Edhe filluan Sepse 3 vdiqën në fillim këta, vetëm. po ata e dinin se mbaroi Orteku. Dhe këta vinin po i kërkonin. Kërkonin kur ja dha Orteku i dytë, këta i gjeti pa përgatitur. Ai ishte pasaj Ai mori masak. 8 veta. 8 veta të tjera. Dhe sa u plagosën? U plagosën rreth raportimin se i kemi të shuar 200? Atë po 210 po. 210. Ti kur e dëgjove këtë? Tani flasim me ty tani, çfarë ndodhi me ty tani? Na trego ti si dëshmitar. Unë këtë ashtu se kur erdha në Fjetin, Po, në Feken. në Feken, Po? gjeta studentët traumatizuar psikologjikisht, në panik. Nga ata që i kishin zënë Ortek. Po i kishte çka keni? Shkoni se janë shokët lart. Kam vdekur. Kam vdekur. Ata ishin të shpërfituar, ëh? Unë kam vajtur dhe kam gjetur njërin prej tyre, Po? nuk isha parë njëri që të ishte i qelt brenda. Si I që? qelt. Kishte marrë trupin ngjyrën e qellit. Wow. Na jo, i ftohtë siç duket, besnik shejon dhe e kemi ngritur i mbaruar. Ati lart. Lart. Ti shkove ti. Po, po. Kur shkove, ma përshkruaj pak momentin që sa vajt atje dhe e pe atë skenën atje. Skena nuk shihet çfarë shikoj as ata ishin të gjithë aktorë që luftonin me jetën. Unë mbaj mend se dhe unë po të më them sot që isha i kthjellët, Po? me gabim. Unë isha me turbulluar nga ata. Ishe i tronditur, ëh? Po i tronditur. Po çfarë pe? Po pash që klidhma, bërtitje, ulërima, njerëz që thoshte kapi se po vdes filanin. Po? Njëri thoshte kapi filanin. Tani ti vet kërkove të bërë. Gjeta besnikun. Gjete? Kë gjete? Besnikun thash, Tani edhe një, prit, një sekond. tha që kishte trupin të qelt, Si e gjete? mbi dëbor, Ishte mbi të borë? Mbi të borë. Kishte vdekur. kishte vdekur. Do të thënë, gjën e parë që pe atë. E ka ngritur 3 veta, Po, e edhe kemi ti. sjell poshtë. Edhe ti. Jo, nuk i ka. Si ka sepse unë kisha Po mire, nxorët në fillim nga të bora. Ai kishte vdekur. Kishte vdekur. E morën e çuan poshtë. E çuan poshtë. Edhe Pastaj vazhduat kërkimet. situata më e vështirë u bë poshtë. Jo, prit një sekond. Aty lart tani, vazhduan kërkimet? Vazhduan kërkimet. Kërkimet vazhduan 6 Gjetët? 6 ditë. Jo, shpëtuat do një, si shpëtuat në një jetë Për mirë? shpëtuar ka shpëtuar. Sa? Për shumë Mark Mici, 2 pedagogë shpëtuan. Shpëtuam, si shpëtuam? Shpëtuan se ishin kapur një dekau, Ishin kapur degau, ëh? ai ishte shumë i lehtë, ishte i përgatitur, edhe shpëtoi. Mark Mici. Mark Mici, ai u dëmtuar shumë ai tjetri. Kush? Petri Murzako qëndroi me gjendje koma gjithë ato ditë. Po? Dhe 2 studentë të tjerë, Po? që mbetën të shkrimtarë të gjallë të asaj ngjarje, Po? Luan Muça nga Peshkopia, Po? futbollist, Futbollistë? Po, dhe? ai u godit në shtyllën kurrizore dhe për Panin Veliu, Po? i propavis nga Saranda, Po? që është akoma gjallë, Kush i ndihmoi ta? Ndihmove ti? jo, i ndihmuan shokët e tyre. Shokët e tyre, aty. Po ishte gjithë ajo Holandi. Ku mund të shkojë do të më kendi gjithë. Një ato mbajshë tek njëri. Ti morë atë pastaj? Ikëm. Ikët direkt. Ikëm e lam atje dhe u kthyem shikonin të tjerë gjëra të tjera. Sa ngelën atje kur u kthyet? Atje kanë ngelur mbasi gjetëm të gjithë Këta që mundet që të gjeni gjenit, mbetën 3 veta për ditën tjetër. dhe u gjetën ditën tjetër? Ditën tjetër. Përveç njëri që u gjet pas 5 ditësh. Mas 5 ditësh. Pedagogu. Tani kemi një foto që janë të gjithë polifoto, ju lutem regjia. Është një polifoto që janë të gjithë. Jo, është kjo. Tani, ma shpjego pak këtë të lutem. Kjo ku është kjo? Ky memorial. Apo është ajo ku ka qenë të Shkolla e Bashkuar? Ajo është e Shkolla e Bashkuar. Është akoma? Atje është, atje do bëhet takimi. Atje do bëhet takimi për disa pesë. Okej, foto tjetër? Ja. Këta janë 11. Këta janë 11. Po? Edhe këta nuk më duket unë këtë nuk e di, po më duket e Shkolla e Bashkuar është bërë dhe kjo mbrapa. Thua për memorialin ti? Memorialin. Po, ajo e njëjta është, e njëjta. Po këta janë 11 studentë dhe pedagogët. E të kishtë i pari Besnik Shehu. Po, mi thoj me emra? Besnik Shehu. Po. Nikolaj Ibero. Po. Dushan Shameti. Po. Shirin Pulaj. Po. Aleko Gjoni. Po. Jo Aleko Gjoni.
Po se kanë një çik rezolucionin. Ai tjetri. Okej, se do i kemi Jo, një nga ai një. ishte jo. S'ka problem, se i kemi një nga një dhe me emra. Atë ti filloi të theu tani. Po? Necip Çopa. Po. Ky ishte mi vogli. Po? Ky është thoja Jo se i kemi me emra. Ja, Rushan, i kemi me emra. Po. Ju lutem tani regjia një nga një dhe do më thuash për secilin historinë e tyre. Po. Aleko Gjoni. Aleko Gjoni Po? ishte student I Pravavis viti 3. nga Picari Gjirokastrës, Po? familje ushtaraku, Po? rritur shkolluar në Gjirokastër, Të mesmen. mesmen, Po? dhe erdhi student, kemi qenë bashkë. Ky shkojnë Pravavi, unë Këmsori, Po? një nga djalë i vetëm i familjes, Djali vetëm. Po? djalë jashtëzakonshëm me shoqërinë, me miq, me shokët, këndus shumë. Si ndodhi? Ku e kapi Ortegu këtë? Këtë e kapi atë ditë me tokën e Pravavis bashkë me Besnik Sheun. Ishte në fillim, ishte në mes, ishte në fund? Kështu si dihet ku ishte? S'di fare. Ortegu nuk i furin rresht. I prishi rreshtin. I shkatërroja hoqi rreshtin. Do të thënë edhe një herë masa, do të thënë gjatësia. Po masa e gjithë i mori s'dihet se ku Jo, qoi. sa gjatësia, sa ishte 500 metrë ishte rrezja. Wow. Kudo që t'ishe, Gjysmë kilometër. ishe brenda rrezit. Edhe me avion t'ishe. Ajo e prishi tërë gjithë. Ky unë zorë në vend? Ati o zërë. Unë zorë në vend. Ati të dalë. Okej, foto tjetër? Besnik Selvosheu. djali një student ushtarak. gjitharmësh viti 3. Besnik Selvosheu është djali një ushtaraku të njohur. Po? Selvo ka qenë ushtarak. Po? Ky ka qenë futbollist që të mbrojtës me Shkodrën e Bashkuar. Besniku. Besniku. Po? Kalozë me Trinjtë e Fierit. Një djalë sportist, po brillant. Një këngëtar i jashtëzakonshëm i këngës polifonike Labe. Pjesëtar i grupit Shkollës së Bashkuar. Po nga Ky Nga ishte nga Gjirokastra, se rriti në por Fier. përfundimisht erdhi në Fier sepse Nga Jati. u traserua. Besnik Sheu ka qenë djali që unë i kam thënë Besnik Sheu bukuria që plak të rejna pas ke marrë dhe si lisë për lisë të qëndronë në Tramundan. Ishte njeriu që u gjeti qeltë. E ky ishte ai që Po. gjeti që. Një djalë yll, Që gjetë ti? yll. Çfarë momentesh pas ka kaluar Rushandosti? Foto tjetër. Besniku. Bilbil Zoto Pashaj. Bilbil Pashaj. Ky është nga Mallakastra, është është vllai i këtij profesorit, thoja Myslymi. Myslim Pashajt. Vllai Myslim Pashaj. Po ka dhe një vëlla tjetër oficer, se familja ushtarak është dhe këta. Student gjitharmësh viti 3. Ky ka qenë viti 3 me ne dhe ky, Po? djali shumë i urtë. Ishte biles të nuk e njifnin. Se ishte aq i urtë, aq i edukuar, sa kur ja kam dëgjuar vetëm atë ditë emrin, sepse të thashë nuk ata në 900 studentë shkollë të bashkuar, Po? mua me njifnin shumë, se shkruaja, po unë s'po të njifja të gjithë. Kështu që Nga ishte gjatë ditë, Bilbil Pashaj? Bilbil Pashaj në Mallakastra. E Mallakastra. Nga Kremonara e Mallakasës. Po. Foto tjetër? Bujar Aga, Masaraga. Studenti Pravavis viti 3. Ky në Tirana, Nga Tirana. a Tiranës, Aga të Tiranës. Tiranës. Po? Këte nuk, një vjen këta më shumë rrinin në shtëpi. Po? Jo çka ke shkruar për këtë në? Këte e kam shkruar shumë pak, sepse pjesën më atë të librit Po? e ka zënë bashkëpunimi familjar. Por këta nuk kanë bashkëpunuar? Ky si duket këtu vetëm njëri i ka shkruar pak për të. Po? Dhe këti kanë vetëm janë 2-3 veta kanë vetëm CV. Vetëm CV. Po mirë, pse nuk bashkëpunuan familje? Po. Su përgjigjen. Okej, e kuptova. Foto tjetër. Çlirim Pula, Çlirim Halim Pula. Çelim Alim Pulaj. Pedagog. Pedagogu. Shefi planizimit. Planizimit dhe përgatitjes luftërake. Kishte mbaruar akademinë ushtarake në atë kohë. Po? Dhe ka qenë një nga pedagogët që shtabovik, me të cilët ne ruheshim. Çdo më thënë? Shtabovikët ishin të mëdhenj. I shtabit. I shtabit. E kishte mbaruar akademinë. Akademinë. E shtabit. Po? Por ky ishte shoku ynë. Ky lose futboll. Nga ishte? Ky vlonjat Nga Vlora. nga Vlora, familje ushtarakësh, mbante një uniform të shkëlqyer, sapo ishte martuar, kishte marrë një palë shtëpi që nuk i gëzoi. Nuk i gëzoj, Nuk i gëzoi dot. Që fëmijë? Jo, nuk e di. E keqja ti se s'bëte fëmijë. Dhe për ata ishte vonuar pa për fëmijët. Ka qenë mi madhi. Mi madhe. Respekt të thjesht zakonshëm. Foto tjetër. Dushan Shamete. Fejzi Shamete. Fejzi Shamete. Nga Komandant Tepelena. batalionit, pedagog. Nga Tepelena. Po?
Unë e kam patur komandant batalionit dhe pedagogët përgatitje zjarrit. Po? Ka qenë një nga njerëzit më të mirë, ishe 29 vjeç në të kohë, por ka lënë përshtypje të jashtëzakonshme. Ki la 2 fëmijë. 2 fëmijë. 2 fëmijë. I ke takuar? Kam pyetur Turabiun se ai ish kunat i tij. Po? Ku i kishte marrë motrën e Turabiut. Edhe kam komunikuar, ja plotësuam disi atë që ka, po meriton dhe më shumë. Foto tjetër. Ilir Gramatiko. Stefan Gramatiko. Student prapovije viti 3. Edhe ky nga Tirana. Nga ishte? Nga Tirana. Nga Tirana me këtë mbiemër i veçantë, se kam Po dëgjuar. kishin ardhur, s'ta ndjell, ta këtu kanë ardhur. Ishin të ardhur, jo Tiranë. Po. Dhe çfarë të dhëna kishe Edhe me për këtë këtë? se kam nuk mund të them dot se vetëm kur e kam gjetur, Okej. Foto tjetër? e kam futur bashkë me 11. Nejib Çoba. Nejib Dervish Çoba është nga Kavaja. Nga Kavaja. Student studenti viti 2. Po? Është një student që njifësh sepse kishte tip shumë i hedhur, edhe futu shumë për edhe njifja si tip. Po? Çfarë dhënë ke tjetër, si historia, si ndodhi, çfarë? Ishte tokë tjetër, ishte këta ishin viti 2, ishin tokë vete, nuk e di se si shkëputur ky nga viti 2. Pse po ti ishe me vitin e 2 të shtuar. Ky ka rrezik që ka takuar në një shok nga ata sepse nga të parë. Një ditë para ky ishte kthyer nga leja. Ishte që me lejë në shtëpi, edhe ema i kishte thënë që mos shko dhe sot. Kisha thënë po. Ça pen. I kishte thënë jo do iki. Do iki sepse e kam lënë ca shkok. Edhe vajti edhe mbeti aty. E trisht shumë. Foto tjetër. Nikolaj Naum Bero. Ky është Beratas, nga lagja kushtrimi Beratit. Po? Ka qenë pedagogu i taktikës lartë, kishte shërbyer në Shkodër. Po? Kishte mbaruar ky akademinë. Po? Erdhi dhe mbajtën pedagogitës taktike në Shkollën e Bashkuar. Mua nuk më ka dhënë mësim, por unë kam patur fatin më të mirë që këthe kam qenë kurrier i tij. Ke qenë kurrier i tij? Po, ky ishte me qira. Po? Ishte të shoqe nga Skrapari. Edhe i vjerë ishte oficer, edhe rrinte tek ai. Po? Sapo ishte martuar dhe kishte një djalë 16 vjeç. Kishte marrë shtëpi, autorizim për shtëpi, dhe 3 ditë para i vjen i vllai në Berati dhe i thot, kur ta bëjmë atë gostinë e djalit? Djalin, në fakt, sa ishte martuar 16 muaj, do të thoshe? Djali ishte 16 muaj. Jo, ishte martuar. 16 muaj. Muaj se the vjeç. Po? Të bëjmë gostinë e djalit dhe të shtëpive. I kishte ky të vete një herë në Feken, në stërvitin, mbaroi stërvitin. Të paraqitet në Feken dhe të kthej përgjigje. Do ta tregojë se është e bukur. Dhe në kohë që ky veten atje komandanti i shkollës i thot ti Niko do qëndrosh, mos hajde. I thot komandanti i shkollës. Wow. Do bësh trekën e shtëpive, ti gëzosh te djalit. I vllai iku. Ky tani vete kërkon të vllain që të fliste me të, ai kishte gjetur një skot kishikur dhe ky nuk i tha dot. Çfarë thua? Derisa ai vllai iku në Berat, ky u kthye prapë dhe i thot të shoqës, vllai ka ikur, thotë nuk e bëjmë dot, kur them unë e bëjmë gostinë. Nuk e bëri dot gostinë, as djalit, as shtëpis. Foto tjetër? Plumb Rapo. Poshnjaku na student i prapavijes viti 3. Si? Çe ishte? Na poshnjë e Beratit. Nga poshnjë. Këtë e kam patur shumë ik. Ja siç është i qeshur ashtu. Kështu ka qenë i bukur. Ishte vllai i madh i të gjithë fëmijëve të Hysniut dhe të Fatimes, se Hema është 94 vjeç. Ron dhe qan akoma. Mua më thot Plumb. Sepse për këtë kam shkruar shumë, i kam bërë dhe këngën. Të thërret në emrin e djalit, ë? I kam bërë dhe në vllai, në vendin e këtij vajti vllai. Që ka shkruar te libri. Student, mbas 3 vjetësh dhe vajti për prapavijin. Dhe sot ai në Berat, është miku im i mirë. Ai ka punuar me mua shumë për librin. Dhe këtij kemi bërë obelisk në poshtje. Sheshit ja kemi vënë emrin. Kemi një foto. Po. Është shumë i paharruar, ka qenë shumë i qeshur. Foto tjetër. Qemal Qazim Lika. Ky është nga Sebla e Tiranës. Po. Edhe për këtë shkruaj shumë pak te libri, sepse s'ka patur bashkëpunim. Përveç se shkollës Tiranës, ë? Po. Ora këta Tiranë pse nuk kanë bashkëpunuar? Vetëm Seblës, po di unë Tirana është qendër e provincë. Çfarë them unë? Thou aty. Thirrri. Jo, s'ka faj. Ky vetëm shkollës së Seblës. Po.
i zhvën emri Qemal Qazim Lika. E kuptoj. Foto tjetër. Ka gjendjen e mirë. Tani këto janë gjithë. Po. Harruam në një? Jo. Jo, 11 pra? 11. 11, ja, këta janë. Polifoto e viktimave. Viktima. Kemi disa foto të tjera nga aktivitetet tuaja Rushan edhe të familjeve, po edhe të institucioneve të shtetit, po regjia. Tani, për gjitha ata që na ndjekin, unë do doja që këto foto të kisha të mëdhaja, po është e pamundë dhe ti që mi ke dhënë mua, ose që kemi bashkëpunuar bashkë, kështu i kemi gjetur. Tani, ajo atje ma trego pak për ata që na ndjekin, ç'janë ato? Sa këtu është në Feken. Aty është në Feken, Po? është ngjitja. Janë ato guvat? Po. Që ruflinin? Po. Qa thua? Tani ma shpjegoj çik. Janë ai që është varur atje. Po? Këpuse deg hau Po? për të bërë zjarrin në guvë. Brenda. Do të si eskimezë. Dhe ne e bënim zjarrin Në të borë. mbi të borë. Në të borë, a? Dhe në mëngjes gdhishim 4 metra poshtë në pustë. Dëbora e shkrinte, Po? zjarri e shkrinte, Po? dhe ne ishim të tërë të maskuar me blozë, me 3 ditë kjo punë. Qa thua? Sepse zjarri bëhesh me dru auto njoma. Po qa thua? Këpusim atje dhe bënim. Po Po stërvitet. vetëm një gjë kishte që ajo dëbora e bardhë ishte shumë e zezë. Që do të thot? Siç ishte ajo e prende e zezë, që erdhi e maskuar dhe bëri gjithë atë ditë, se pavarësisht se ishte e bardhë kështu nga E kuptova. Tani, këta këtu janë studentë kur marshonin, ë? Kështu? Marshim. Kështu marshon. Formati marshimit. Ky ishte formati marshimit. Dhe ata po esin afër njëri tjetrit, ë? Afër njëri tjetrit, ë? Biles mbajshin. Mbajshin me njëri tjetrin, ë? Si fëmijët e kopshit mbau si treni. Çfarë thua? Mbajshin se mund të rrezohesh njëri, rrezohesh njëri dhe i treni të tjerë mbrapa. Para njëri tjetrin. I pari vish njeriu që ishte më i fortë. Në qoftë se nuk do ishin kështu, do kishim shumë viktima? Shumë. Më shumë do kishim. Shumë do kishim. Tishin veç. Po. Po edhe marshim atje. Ajo është marshim për të shkuar në Mali me gropa. Në Mali me gropa. Po. Ka qenë rruga tregthesa. Tani ajo atje si Orteku, Rushan, jo ajo në cep atje. Ajo atje është një pamje Orteku. Po. Edhe kjo pjesa këtu është pjesë e marshimit. Po, e marshimit. Sa atje janë shkollë. Po. Janë shkollë. Atje ata kanë dalë për qef në shkollë. Në shkollë. Neve kemi patur një Recep shkollë bashkuar. Po. I vetmi fotograf që futu shkollën e bashkuar. Po. Dhe të bëj një foto në atë kohë. Ishe sigur kontrollojsh. Recepi ishte një burr fantastik. I ka foto nga Fekeni? Recepi ka vdekur. Po jo, arkivin thëmë? Arkivo nuk e di, do ketë. Do ketë. Po kjo është foto emblem. Kjo është bukur. Kjo është fotoja. Kjo është shumë e mirë. Kjo është fotoja që simbolizon. Foto tjetër? Edhe këtu. Edhe këtu. Këtu është duke bërë studentët duke shkuar në Linz në mëngjes. Po. Ose në atë në Feken duke shkuar bërë fisurën e mëngjesit. Okej. Foto tjetër? Tu bësh fisurën e mëngjesit. Te qave patate. Tani ky është libri yt. Rushan, bravo Rushan. Jo është mbyllja që kam bërë unë librit. Po? Në çdo 6 shkurt në maletona fluturojnë 11 shqiponja. Është poema që e kam hapur librin. Po? Dhe çdo shkëputje e vjershes që ka secili poshtë është pjesë e saj ballade. Secili ka vjershin e tij. Kemi foto tjetër? Po, kemi foto tjetër. Po, tani më shpjego pak ta obelisku. Ku ka qenë kjo? Mund ta shikosh këtu se ka rezolucion. Ora ky obelisku është atë. Ku? Është tek shkolla? Jo, është obelisku që kemi bërë në Fark. Është në Fark. Tani, më shpjego pak, pse nuk është obelisku në Feken dhe në është në Fark? Shiko. Ideja ka qenë që të ishte në Feken. Po? Po është e pamundur. Po? Me gjendjen që janë familjarët sot, të moshave këto. Po do të bëj servite përsëri. Nuk vjen dot. S'ka do bora aty. Edhe ne jemi të na 68 vjeç. Ti mbas i ndodhi kjo vajte më? Feken jo. S'vajte më. Në Fark kam vajtur. Po në Fark. Tani Agron Zerani bëri atë që mori tokën. Po? Bolli 11 selvi. Janë mbirë 11 selvi për çdo 11. Për çdo viktim. U bë obelisku. Po? Bëm ceremoninë. Kush e sponsorizoi obeliskun? Ata të tërë familjarët, po Agroni ka sponsorizuar shumë atëherë. Agron Zerani. Agron Zerani ka qenë njeriu që ka shpëtuar në fill. Se ka qenë vetë atje, ë? Ka qenë shtruar në spital. Shtruar në spital. Ai ishte nga njerëz. Tani në trego pak për të plagosur. Çfarë ndodhi me të plagosur? Se okej, viktimat. Shiko, historia e plagosur ka qenë se filloi operacioni më njëherë. Ata që ikën, u ndam mendja që ikën. Po. Llogaria jon bëj që sa të tjerë do ikin. Çfarë thua? Sepse gjendja që ishin ata, po,
dhe në kushtet që ne i transportonin, ishte sakrificë. Çfarë dëmesh kishin thyri? Ata Kockash. nuk ndjenin asnjë lloj dhimbje ata, se kishin qenë dëbora është e ftohtë. Edhe ishin të ngrirë. Ata ishin të ngrirë. Gjysmë të ngrirë. Ata nuk flisin dot. Neve, unë kam qenë një nga ata me tokën time, Po? por aq ishim neve. Nda ishim 4 veta, Po? me një sus mbanim një. Sepse nga fjatina jonë që menim, deri te qafe patateve, që vinte helikopteri, Po? duante 45 minuta. 45 minuta. Po, Kaq nuk larg? kaloj projnë, do ngjitshë lart, mi po i plagosuri është shumë i rend. Susta që mbanim ne nuk e përdorim dot të 4. Se nuk ishim në asfalt. Po, është e ngushtë. Ishte rrugë e ngushtë. Ne bënim sakrificën. Domethënë ju merit të I plagosin menim dhe i çuanim te qafe patateve. te qafe patate do vinte helikopteri. Atje vinte helikopteri. Helikopteri ka për 4 rrugë. 4 rrugë. Sa mori? Mori ka marrë rreth 100 ca i ka çuar helikopteri. 100 ca. Po. Po të tjerë? Të tjerë kanë ikur mbrapa. Të gjithë shpëtuan? Ata përveç të dyve që ata shpëtuan plagosi. Do plagosi shpëtuan të gjithë. Gjithë shpëtuan. Merita e kujt shpëtuan të gjithë plagosi? Merita është sepse E kujt? koma, E student? E studentëve ne. Që i çuat. Tani po them një diçka, ka një urdhër të Kadrias Biut, e këtë libri, Po? që i ka dhënë komandantit të regjimentit Mehmet Demirit, i cili fluturonte vetë me helikopter, se kushtet ishin shumë të vështira. Bindët bor? Po. Apo kishe erë? Ishte shumë Erë. e keq Po. dhe ai piloti që ka sjell Po? ka kujtimet e tij atje, Po. që i shpreh, merr urdhën nga Kadrias Biu, që i thot ndaloni fluturimet. Ministri i Mbrojtjes. Ministri i Mbrojtjes. Po? Ndaloni fluturimet, thot se do na shtoni humbjet e jetës. Po? Dhe ai çfarë tha? Komandanti i regjimentit përgjigjet. Po. Të shpëtojmë mirë ata që janë, pastaj diskutojmë për urdhrin tënd. Kështu dhe nuk zbatoi urdhrin? Nuk e zbatoi, vajti 4 herë, sepse ti duhet ishin gjë. Landi, Tani si ishte kur vinte helikopteri, Po? Sigur vinte studentët kishin harruar sëmundjen. Që të shkosh në Afekeni, Ishte në dhe atje në psikologjik. vish Tiranë, Po? edhe pa vajtur spital ata shërojshin. Do me thënë, ata me zje prisnin, helikopterin e kuptonin, a i të urdhë këshu. Pastaj me Meçeu dha urdhën që kur varrosën, Po? të varrosen si plumba paqe, me kapele oficeri. Sepse ata për 3 muaj Me një diplomën. diplomoheshin në muajin maj. Urdhë me Meçeu të shtitil. Do me thënë, ky që nuk e zbatoi urdhrin, Nuk e di çfarë ndodhi me të, po ka pati në pesoj? nuk e di çfarë ndodhi, por ai Jo, po duhet ta gjesh ti se ai zbatoi urdhrin ai ministri i Mbrojtjes. Ai thot, ajo punë mbaroi me aq dhe nuk pati problem. Nuk e la. Po shteti si në ato momente unë mbaj mend kam qenë fëmijë dhe duke pasur shtëpinë te agjencia në Çorovod e mbaj mend që gjithë shteti u ngritën këmbë, se njerëzit vinin atje kishin fëmijë, si e kanë djalin. Shikoj më kanë ngritën të gjithë prindrit. Erdhën në Tiranë. Vllai im ka dajtur 6 ditë te postbloku për të verifikuar listën që isha apo s'isha. Çfarë thua? Po, Kjo është më të mërshme. 6 ditë. 6 ditë? Po, që kur i thanë që është gjallë, isha gati të kem këmbë. Sepse nuk delin listat, mbajsh sekret. Ma është sekret, ha? Po sekret censura e kohës ishte. Një e dyta, nuk di çfarë do bësh me Me të plagosur. po me blagosit ata prisin që të shpëtonin apo jo? Po të shpëtonin ata, shpëtonte edhe gjysmë e këtyre. Sepse ishte një problem i tillë, nuk u shkruajt në Nuk shkruajt fare, ha? A doli si lajm? Aty ke një intervistë të Fuat Çelikut, ish kryeredaktorit të, se unë jam munduar të mbledh gjithë gjërat. Po, dhe? Ish kryeredaktorit të Luftëtarit. Gazetës zyrtare, po themi të ushtrisë, Dhe ai shpjegon. të ministrës. Shpjegon që kështu ishte. Do të thotë që nuk u dha asnjë lajm. Asnjë lloj- As agjencia telegrafike, Asnjë lloj as informacioni. televizioni shqiptar. Asnjë lloj Po pse? informacioni. Ke një intervistë të vajzës, Jo, pse mi thua ti? po nuk e di se Lutlinde ishte urdhri. Si ç'ishte ky urdhër, ndodhi tragjedi. Urdhri vit nga lart ornali. Ishte tragjedi, po kjo tragjedi duhesh minimizuar, sepse i bënte efekt të kundër në moralin. Ne pra të moral kishim pikuar të lart. Ai orteku hyn nga shëm të moralin që kishim ne. Tani, ai merrte me helikopter nga ajo qafa që ju that, ku i silte? Në spitalin ushtarak. Direkt në spital ushtarak. Po. Sa ushtruan në spital ushtarak? Tani rreth 119. 119. Po. Tani, sa ngelen me pasojat e rënda? Me pasojat e rënda ngelen 2 që ngelen me Paralizuar. të paralizuar, njëri vdara jeta, A ka vdekur? ata shkuan në Hungari, Po? të dy, Për tu kuruar. Luan Muça dhe ky Parin Veliu, Po? u kuruan 7 muaj atje, 7 muaj, ha? nuk Nuk patën. përfunduan karrocë. Ai preparimi ishte akoma në karrocë. Po mirë, diplomën e morën? Nuk e vënë diplomën. Jo. Se profesorë ishin Ata s'përfituan asnjë gjë tjetër mbrapa. Nuk ishin të aftë. Unë s'kuptoj një gjë, Çfarë nuk përfituan? nuk kuptoj një gjë. Po? Ata duhet ishin 12, 13 dëshmorë. Sepse ata dy kanë qenë Ata të vdekur ishin.
Mira i që shpëtoi vdiq, po ky tjetri që jeton në kushte sot? pa pension. Sot, Po sot në Sarandë. Po ke aty se Sarandë, i vajnë në shtëpi mo. në Sarandë, Po. Mund të vinë datën 6 aty, në karrocë. E mbajtën prindrit. se edhe së ndihmon shtetin fare E Ministri mbajtën dhe atë pension e di pse ka marrë? Pse? Se i kishin gjetur një vit punë stazh, sa për të regjistruar, që i dhanë një pension minimal për të jetuar. Ja, po kjo është e papranueshme. Tani, sa qëndruan ata në Spitalin Ushtarak që u kuruan? Tani nuk i di. Po, do të me etapa ndryshme, po sa zgjati po them? Po zgjati gati 2-3 javë po. 2-3 javë po. U shëruan pastaj? Po ata u shëruan, u kthyen në shkollë. Po? Po Një pjesë- trauma vazhdoi? Trauma vazhdonte. Traumatizuar mbetën. Po e shkolit mësim? Po ti nuk di një histori të fortë, njëri që kishim ne traumatizuar tu e shtypi makina me rat. Si ishte kjo? E shtypi makina. Një që shpëtoi, E ishte rreth oficer, ishte ishte pjesë e kësaj. i mbijetoi I mbjetoi po traumës jo. Dhe çfarë ndodhi? Erdhi oficer Berat, Po? ngatroi rrugën e shtypi makina. Ç'a thua? Ishte I pa. Hajde ikim në Elbasan, thoshte për shembull për një gjë që kishte. Ç'a Fu do thua? vishësh natër, do ikim thosh. Wow. Ka pati shumë të tillë. Tani, një gjë se kam kuptuar asnjëherë. Si nuk u bë asnjë tim, asnjë, po themi, një verifikim, një Po mirë, kush duhet të jetonte veten? Po të bëjmë kundërpyetjen. Kush mund të jetojë veten e tij? jo, hetuesia nuk heton dhe veten. Hetuesia, ka bën hetuesia është Unë kam pyetur Sen Peçin, komandant mikun tim, e shkollës. po kur erdhi në Berat se ishte kryetari I veteranëve, Po? tha mua ajo histori tha është faji ynë. Ajo iku mbyll. Kaq ishte. Rusem Peçi. Po. Bën komandanti I shkollës. Po përgjegjësia dha ishte jone atë. Ishte jo, s'mbajti njëri përgjegjësi. Po s'mbajti përgjegjësi të bësh viktima. Berisha që përgjegjësinë e kam unë, po s'do ta gjë. Unë kam bërë një shkrim, jo kam thënë janë ata viktimat të shtetit. Do të thënë ti thuaj që janë viktimat të shtetit. Po cila struktura e shtetit? Po strukturave të ushtrisë janë ata. Ministri I Mbrojtjes? Ministri I Mbrojtjes. Shkolla? Po. Edhe shkolla e Ministrisë I Po Mbrojtjes? edhe shkolla ka vaj. Po mirë, mund të thuash disa emra kush ishin përgjegjës? Tani nuk mund dali prindi nga shtëpia të nxjerrë fëmijën jashtë kur fryn furtunë. Do të ti thua urdhri I komandës. Urdhri I komandës duhet shënalluar. I Rusem Peçit Po, atë ditë ai duhet ta kishte mbledhur shtabin dhe ta shtynte servitjen. Ta bëte dielën, siç bën shkollat sot. Bëhet pushim të premten, Po? e për shkollën shtunë ose diel. Ne aty ishim. Çfarë keq e kishte? Po pse nuk u verifikua kjo? Pse nuk u hetua kjo? Po se kush jetonte? Pa shpoj lan. Asnjëri sa më të përgjithësi. E kuptova. Foto tjetër? Ta shikoj më mirë këtu këtë. Dëshmorët e FK-nit. Është e njëjta, është e njëjta. E njëjta. Këto Selvit, ë? Ato servit. Po. Foto tjetër? Ja, Dushan Shameti. Ky është I polifoto që e kam parë shpesh. Ky është Dushan Shameti, ai komandanti I batalionit. Po? Ai aty matan, ai është luftar guri, Do thoni pedagogu, ai ka dalë me grup pedagogësh. Luftari profesori. Profesori. Është këtu? Ky? Po, ai është. Po pse kanë dalë ta duhet foto kështu? Ka bërë një foto, kanë qenë në stërvitje këta. Ka qenë stërvitje. Pedagogët kur mlidhishin, Po? atje dhe kanë dalë atje. Ja tek janë. Foto tjetër? Në FK-n, ë? Feken. Ja, tani sheshi pullum mbrapa, atë që ti I vëm emrin. Duhet të ishin gjë. Kush këtu? Se pyetem për atë. Ky është I vllai Mehmeti, Vllai kujt? që ka zënsuar pllumbin, Ky është ai që ka zënsuar. që zënsoi, Që vdiq, po? por duhet të ishte edhe një gjë. Që? Për të vënë emrin e këtij sheshi, Ku sheshi? sheshi në Poshnjë, tek Në fshatin Poshin. atje ku ka lindur ky, është rritur, dhe për ta hequr këtë nga Poshnja, mbas 43 vjetësh, më është dashur mua dhe këtij vllait 3 vjet punë me pushtetin vendor për ta zhvarrosur. Do të zhvarrosej se ishte këtu në fshat. Po, për ta çuar dëshmorët e Beratit. E Beratit. I çuam të dy Beratit, edhe Nikollaqin e këtë. Po mirë, tani varret ku janë tani të gjitha ushan? Nuk janë të gjitha dëshmorët. Po ku janë? Pak janë. Është Besnik Sheu në Fierë që është Varrezat, Varrezat e qytetit. në Xhip Çopa, Ku? Dhe sheshit Golemi demi në Xhip Çopa. Po? Është Plumb Rapua, Nikollaj Beruan Berat. Dushan Shameti ishte Varrezat e dëshmorëve të kombit. Këtu, Tiranë. Mbas 99-s, domethënë, këta u shpallën hopçe herë dëshmor. Janë shpallur dëshmor? U shpallën kështu hopçe si themi ne. Po ç'do të thonë që? A zyrtare? Hopçe zyrtar pas fton asnjë gjë. Në 99-ën, Po? me ligj, Po? me firmën Albert Brojkës, të ministrit mbrojtjes së akojmë duke ka qenë imami. Arbeni Mari? Arben Imami, këta morën statusin e
dëshmorit Tadeut sipas ligjit, Ata duhet të kenë varret këtu, në po, Tiranë. dhe me ligj, Po, çdo lloj institucioni vendor po, apo qendror, Po. është detyruar që ta sistemojë te varrezat e dëshmorëve. po patjetër. Akoma s'është bërë. Pse s'është bërë? Nuk ju kishte dhënë Kush duhet ta bëj? Ja ti themi tani të na ndjekin këtu. Kush duhet ta bëj këtë? Këtë duhet ta bëjë institucione, ta bëjë shteti, ta bëjë Ministria e Mbrojtjes. Po Ministri i Mbrojtjes. Po, Strukturat e Ministrisë së po Mbrojtjes. duhet të kërkojnë zbatimin e ligjit për dëshmorët. Dhe neve tani kemi krijuar një forum për vlerësimin e figurave të gjithë ushtarakëve Po? nga viti 44 e luftës deri më sot. A di sa e lani? Sa? Po sa më thoj më ti? Shiko, 14.000 14.000 tani, një sekond. ushtarë në oficera. Shiko. Dhe po i kërkojmë të gjejmë. Të vdekur, ë? Po jam vrarë. Jam vrarë, po ku jam vrarë? Në shërbim. Me njëri tjetër, me shërbim. Me shërbim. Me Mirë, ne flasim për këta dhe Po. këta janë tamam krye të detyrës. po këta janë dëshmorë të shpallur. Po pra, dhe këta duhen respektuar. Po nuk e respekton edhe- njeri, mo. Ose më saktë duhet zbatuar ligji dhe vendimi. Janë vlerësuar 4 herë dhe po t'ju vesh me letra, me dokumenta se Po. atje të thonë mblidhet komisioni i vlerësimit tek ne. Po çfarë komisioni i vlerësimit? Komisioni i vlerësimit figurave është në Tiranë me përfaqësues të Ministrisë së Mbrojtjes. Po? Dhe ata japin verdiktin që është apo s'është dëshmor. Pasi mbledhin gjithë dokumentacionin sepse është bën dëshmor njerëz të tjerë. Okej, foto tjetër. Edhe këtu në Feken, ë? Këtu është Studentët. studentët feken. Çfarë trupash më? Ua. Allah. Trupa. Kështu ishin tëra të diva. Këta të asaj, të ati brezi janë apo jo? Si Jo, janë këta mund të jenë më parë. Para atyre apo pas? Para. Para atyre. Kështu bënin së vite, lajshin me të borë, E ë? të borë? Ja, Lajsh, ti e la me të borë? akullore. Ti e la me të borë? Po. Se unë jam larve, po në Fasulja bëj shakullore. Sa i merr fasulën, atje të haje bëj shakullore, ngrinte. Grinte, ha? Sa ishte minus? Çfarë po thoj ti? Në 6 shkurt, sa ishte minus? -10. Në 6 shkurt, ë? Atë ditë minus 10, ë? Po me keqja di kush ishte? Cila? Se 3 ditë ditë rrite me çizme llastiku, Po. në ujë, Po? loçe dhe në darë flien në krevat me kasht. 2 shek me kasht. Po pse i dyshe me kështu? 2 shek me kasht. Dhe çfarë bënim? Po? Flinim me nuk ngroheshim dot. Në deri në 12 nuk ngroheshim, pastaj na vinte gjumë. Wow. Kasht. Foto tjetër. S'ka më? S'kemi më foto. Rushan, ti njerë ke një merit jashtëzakonshme që jo thjesht e ke nxjerrë mirë ujë, por që e sensibilizon gjithçka që ka ndodhur atë 6 shkurt. Unë thash që ky emision është omazh për ato 11 shpirtra që do nuk jetojnë më. Ke një bravo të madhe Rushan Dosti, por është shumë e rëndësishme që strukturat e shtetit ta mbështesin këtë forumin që ju keni ngritur dhe të respektojnë ata viktima duke u dhënë ata që meritojnë. Një, varret të shkojnë te varrezat e dëshmorëve të kombit, të 11, dhe dy, të zbatohet statusi i dëshmorit sipas atyre që Unë do të shtoja diçka landi. Po, Ky libër është fillimi. Si fillimi? Fillimi jo gjithçka që kemi bërë ne. Sepse do dalin gjëra tjera, ka njerëz të tjerë. Çfarë për shembull? Që mund të shtojnë gjëra që ne nuk i kemi thënë dot e Ti thua për të shtuar histori, detaje. Po? Një e dyta. Ky është fillimi një pune për të sensibilizuar vërtet. Tani Enver Hoxha ishte gjallë atëherë. Enver Hoxha thanë një gjë, digje Jo, ka thënë. s'fali fare. Po jo, s'foli fare, okay, po. Po kush i jep të urdhrat? Enver Hoxha jep të urdhrat. Mos setohen, mos bën. Unë jepi. Ai ishte komandant. More vesh asgjë çka ka. Ti të shprehur Enveri në rreth të ngushta, në mbledhje në. Si mund të merrim ne vesh në atë kohë kur ne mendin e kishim? Jo në atë kohë, jo vesh ti po. Tani po them. Me vonë s'ma mbante mua. Ore tani. Tani as tani. S'ke asnjë të thënë. S'ka, kam kërkuar shumë. Ke kërkuar edhe s'ke gjë. Kam kërkuar në gazetë. Si ka mundsi? Çe ishte kjo heshtje? Ishte një heshtje për ta mbyllur atë. Domethënë, Kadria Zbiu tha mos shkoj helikopteri dhe fakti është që nuk e zbatuan urdhrin. Mehmet Çeu tha që të varrosen si plullumba paqe. Po për ata të tjerë që ata që mbijetuan, dhe dolën oficer. Komandanti i shkollës tha ishte fajyn. Fani kaq që ka thënë ai. Dhe kaq. Kaq që dure. Gjitha tragjedi. E të mërshme. Tani, në datën 6, që bje pas nesër, çfarë aktiviteti keni? Në datën 6 do bëhet ceremonia zyrtare. Ku? Në shkollën e Bashkuar në Akademi brenda. Në Akademi, po? Organizuar nga Ministria e Mbrojtjes. Do bëhet ceremoni për kujtimore. Ceremoni do vinë nga rrethet, nga familjet. Po? Edhe atje do flitet edhe për librin. Unë kam një kumtesë kryesore për librin. Po? Më kanë thënë për 4 minuta. Dhe pastaj
do flasim familjar. Dëshmorët e Fëkenit. Do bëhet dhe një koktejl organizuar nga Ministria e Mbrojtjes. Po? Mund të jetë o ministri o shefi i shtabit, po njëri do jetë nga ta. Po. Kaq informacion kam. Domethënë kjo është, domethënë ceremoni dhe bashkë me ceremoni dhe Edhe promovimi i librit. Ah, okay. Domethënë janë bashkë këta. Nuk e di është me vërtet një ngjarje e rëndë edhe me pasoja, domethënë nuk di tragjedi tjetër të ketë pas Shqipëria në këto përmasa. Dhe ishin dy ngjarje në një. Kjo nuk ka qenë tragjedi. Unë këtë kam quajtur Ç'është? një luftë që njeriu ka bërë nga më të egrat me natyrën. Pa e ditur që e natyrë na mban gjallë, na ushqen, por ka qenë një tragjedi që për Parin Veliu, ai që është karroc, që ka kujtesën, aty tek libri, në intervistën e tij më thotë: ne nuk ishim ne dëshmorët, ne ishim viktima. Dëshmorë janë ata që dhanë jetën për jetën tonë. Bravo, shumë e bukur kjo. Tani bëj një pyetje, jemi në fund të kësaj, po vazhdoi së vite të tjera? Vazhdoi, normalisht. Ç'ishte ai guxim që vdiqën? Po servitja vazhdoi edhe mbas asaj. Po pra, pas si 6. vazhdoi? Po jo me të njëjtën, mbas das 6. Po, mbas vazhdoi së vite? po vazhdoi. Çfarë thua? Por e vazhduam servitjen, nuk ikim na Fekenin ne. Nuk ikët. Ne bëm kalendarin e servitjes plotore. Wow. Pa ajo ishte të merri që të bësh servitje në vendin ku atje mund të imagjinosh shokët tënd. Dhe ju vazhdoni servitjen? Vazhdojmë servitjen. Ç'ishte ky? Kush e dha këtë urdhër? Po s'kishte urdhër ai, ishte program. Programi, pastaj ti e di edhe ka qenë ushtarak vet. Në ushtri, urdhri zbatohet. Çmenduri. Zbatohet, nuk kishim deri 11 veta ju vazhdoni servitjen? Urdhri zbatohet, nuk kundërshtohet. Po mirë, po. Ç'është kjo? Edhe vitin tjetër vazhdoi. Dhan provimet ne, tërë progres. Biles atë vit ata duhet na kishin në shkollë kështu ne. Na erdhi komisioner në Ministrinë e Mbrojtjes, Po? Për provimet e taktikës e me këto tjerat, më të harbuar se kur. Po pse? Sigur kishit fajin ju që vdiqin. Sikur ne nuk kishim marrur nga shkolla, por ne kishim kaluar provimin. Wow. Ne shpëtuam jetën. Tani, prap një pyetje, okej, çmenduri pas ka qenë vazhdimi, se nuk e dija këtë që vazhdoi servitja. Një muaj komplet, ë? Mbaroi. Ditë. Derisa mbaroi. Çfarë thua? Po vite më pas pastaj si vazhdoi servitja me të njëjtin program? Me të njëjtin program. Nuk e di. Ngjitej me atij? Po, më çek po. Vazhdoi atij, ë? Vazhdon. Wow. Vazhdon, po si duket kanë marrë masa për sistemin e. Po mirë, ato mas datës 6 juve shkuat për servitje? Jo, vetëm servitja aty. Aty servitja në front. Wow. Pedagogët më të tremur çik. Më të tremur, ë? Më të tremur sepse kur u ndërpre stërvitja në Feken? Në data rreth 27. Jo flas si vite kështu më pas. Si vite? 90-ën? 90. 90-ën nuk shkoi. A kanë marrë këta pastaj misionet e të gjithë këta ndina kosovarët e kush ishin. E kuptoj. Misioni i Kosovës. Okej. Ai vend duhet hequr. Si duhet hequr? Duhet hequr nga kalendari i servitjes të ushtrisë. Po pse ajo është pronë e shkollës? Po shkolla ato është ushtri. Po vazhdon atje? Ushtria ka ato. I ka ushtria ato? Po çfarë bëhet atje? Ata e qaf mollën, ato i ka ushtria, po Fekeni duhet hequr nga kalendari i stërvitjeve. Se bën servitje atje? Po bën servitje do bëhen akoma. Po vjen Fekeni akoma në student. Student, ë? Po. Çfarë thua? Shanipshin atje. Çfarë thua? Vjen atje? Vjen, po jo me të njëjtin. Jo me të njëjtat kushte. Tani unë dua si fund për ta mbyllur Rushan, një mesazh tënd, një thirrje tënde për këto struktura, për gjitha këto meraqe që ti ke, që i ke me shumë të drejtë. Shiko, dëshmorët, më fal çik. Dëshmorët nuk janë pasuri as e familjes, as e individit, as e vetes tyre. Dëshmorët janë pasuri kombëtare. Ka kombe në botë, me sa di unë kam lexuar, që kërkojnë të krijojnë dëshmorë, se nuk ka. Ti shpikin. Siç ka qytete në Shqipëri për shembull që nuk kanë varreza dëshmorësh. Ka qytete në Shqipëri. Jo të gjitha qytetet në Shqipëri kanë varreza dëshmorës, por kanë mundësi të krijojnë. S'kan dëshmorë të luftës, po kanë dëshmorë të punës. 5-5, 6-6. Duhet ta veçosh dëshmorën që ta numërosh, ta evidentosh, duhet ta heqësh nga varret publike. Se në fundit nuk e ke dhënë gjithë madhe, një varë ke dhënë prapë. Ke ndryshuar vetëm vendin.
indiferenca e institucioneve, Landi ta them me shpirt sepse unë jam marrë dhe merrem me këtë punë. Unë jam çik tipi bezdisur me pushtetet, derisa të arrij atë që dua. Është skandaloze. Është skandaloze. Nuk din të pyet tjetri thot pse ka dëshmorë tek ne. E kuptova. Tani ja kupton. Apeli im është ky. Po? Shqipëria përveç se është një vend që ka probleme dhe saj dhe do t'i ketë sepse është histori e njerëzimit, nuk do t'i hapi vetes probleme me të shkuar. Kam lexuar një ekonomist suedez, i cili kur tregonte për tranzicionin e Suedisë, Po? thoshte, Suedia pati sukses sepse të shkuarës i hodhi organin. E mbuloj me organ. Filloi të rindërtonte të ardhmen dhe mbasi njerëzit erën në mirëqenie, ekonomia u ringrit, atëherë filloi me shumë qetësi, me shumë gjaktësi të analizojë e shkuara. Sepse një popull që vjen nga e shkuara dhe çdo gjë ka veshur të shkuarës, Po? do ta urrejë sa të jetë gjallë dhe nuk ka kohë të mendoj për ardhmërinë apo. E kuptova. Ky është mesazhi. Okej. Lushan Dosi, të falenderoj për gjithë këtë rrëfim, por merit edhe për këtë libër kaq interesant, Dëshmorët e Fëkenit, që do promovohet pas nesër. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot. Publicitet nga unë Orlan Çafoku. Mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistroheni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.